إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falenderoj për ti falë dhe ndim kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt me drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë hyrjes në Medinë, projektin e parë që kishte në mendjen e tij që realizoi ishte ndërtimi i xhamisë së tij. Një xhami e cila do ndërtohet bashkërisht me muslimanët, një xhami e cila më vonë do ta ketë një rol shumë të madh. Një xhami e cila qëllimi i saj ishte prej rrës edhe guralesve hasër. Çatia e saj ishte prej fletave të palmës, kurse shtyllat e saj ishin prej trungut të palmës. Xhami e thjesht, xhami modeste megjithatë me shumë zemër, që pra se xhamia më vonë do të dalin kokat e umetit, do të dalin dietar të mëdhenj, do të dalin hafëzlar të mëdhenj, do të dalin fukaha, do të dalin gjykas të njohur gjatë historisë e shumë burra të mëdhenj. S'ka dyshim që xhamit janë shtëpitë e Allahut azza wa jall. Xhamit janë vendet më të dashura tek Allahu azza wa jall. Madje Allahu azza wa jall ja bashkangjiti vetes kur e përmendi xhamin dhe tha: "Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada." Tha xhamit janë të Allahut. Dhe mos ja bashkangjit në adhurim askën tjetër. Mos ja bashkangjit Allahut në adhurim në to askën. Do thotë që xhamit e Allahut azza wa jall janë ato vende ku adhurohet Allahu azza wa jall. Dhe nuk lejohet në të ose në to të i përshkruhet asgjë Allahut azza wa jall. Xhamia e pejgamberit të Allahut azza wa jall, siç e përmenda më herët, ishte xhami, ishte institucion, ishte universitet. Roli i saj ishte shumë i madh. Qëllimi ishte që të mbidhe vlera dhe po ashtu ta përhapi mirësinë, dhe ashtu edhe ndodhi. Historia këtë dëshmon se sa rol të madh ka pas xhamia e pejgamberit të Allahut azza wa jall në atë periudhë dhe po ashtu në periudha të cilat kanë ardhur më vonë. Sa më shumë që njerëzit zhyten nëpër dunjë dhe angazhohen me çështjet e dunjos, me fëmijët e tyre dhe me pasuritë. Xhamia është ajo e cila i kthjell ata. Xhamia është ajo e cila e largon gafletin prej tyre. Çdo herë që njeriu mashtrohet dhe angazhohet dhe mashtron dunjoja dhe zhytet në të, kur e dëgjon ezanin duke thirr hayya ala sala, hayya ala fala, me njëherë e braktis punën e tij. E liron ose lirohet prej angazhimeve të dunjas së tij, ndërsa ai i cili është duke fjetur zgjohet nga gjumi i tij dhe i përgjigjet thirrjes së muezinit dhe shkon me njëherë në xhami. Xhamia e ka këtë rol. Xhamia e prek zemrën e besimtarit. Xhamia e kthjell njeriu prej zhytjes së tij në dunjë ose prej angazhimeve të tij të tepërta që i ka me fëmijët dhe me pasuritë, me bizneset e tyre. Në xhami muslimanët e takojnë njëri tjetrin. Në xhami muslimanët e përshëndesin njëri tjetrin. Në xhami muslimanët i bashkojnë safat. Në xhami i bashkojnë trupat e tyre. Në xhami i afrojnë zemrat e tyre. Në xhami shkrihen çdo mosmarrveshje, çdo urrëqje, edhe çdo armiqësi që e kanë njëri me tjetrin. Xhamit i pastrojnë shoqëritë nga e shëmtuara dhe nga e neverishmja. Allahu subhanahu wa taala tha: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Namazi me të vërtetë largon nga gjërat e shëmtuara dhe po ashtu ato të neverishmet. Xhamit janë qendrat e dijes, xhamit janë qendrat e mësimit, xhamit janë qendrat ku lexohet Kurani, libri i Allahut azza wa jall. Xhamit janë vendet ku mësohet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamit janë vendet ku besimtarët edukohen sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamit janë vendet ku njeriu edukohet dhe janë çerdhet e edukimit për besimtarët. Çerdhe të cilët e kanë dëshmuar veten e tyre për gjatë historisë. Çdo burr i cili ka dalë i madh vetëm se lexoi jetëshkrimin e tij, ke për me lexuar se çerdhja e parë e edukimit të tij dhe marrjes së dijes së tij ka qenë pikërisht xhamia, ka qenë pikërisht hoxhallarët, kanë qenë pikërisht ulemat, të cilët i kanë mësuar, i kanë edukuar dhe i kanë drejtuar në rrugën e drejtë. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha:
wa ma ijtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, tha nuk të bot me një vend, një grup njerëzish, një popull, nuk bashkohen në një shtëpi prej shtëpive të Allahut azza wa jall dhe e lexojnë librin e Allahut dhe e bashkëmsojnë atë, vetë në atë vend do zbresë qetësia. Në atë vend do zbresë mëshira e Allahut. Atë vend do të rrethakojnë me laqet e Allahut dhe Allahu atë popull do ta përmendë te banorët në qiej, do thotë te melekt, të cilët janë banorët e qiejt, te banorët e qiejve të Allahut azza wa jall. Xhamit janë çerdhet e edukimit për këto breza. Ka qenë edhe më herët për brezat e mërshëm. Mirë po në veçanti tash në këtë kohë, në kohën e teknologjisë, në kohën e fitneve të ndryshme, në kohën e dyshimeve, në kohën e epsheve, çerdhe më të mirë se sa xhamia nuk ka mundësi për me gjetë. Vend më të mirë për edukim edhe për mësim dhe për pastrimin e shpirtit nuk ka mundësi për me gjetë askund. Xhamia e luan këtë rol. Do thotë që xhamia e ka një rol shumë të madh në Islam dhe detyra dhe misioni i xhamisë është shumë më i madh se sa ne që e mendojmë dhe se sa që neve na servojnë dhe na bindin që xhamia e ka një rol tjetër. Që xhamia e ka një rol vetëm se muslimani që të vijë në atë, të falet, islamin e tij ta mbaje vetëm se në këto mure, kurse jashtë e islamit mos ta luaje asnjë rol. Mirë, po realiteti është diçka tjetër. Realiteti është krejtësisht ndryshe. Xhamia, siç e përmend, është institucion, është çerdhe e edukimit, është vend ku mësohet, ku edukohet. Prandaj ata fëmijë të sahabëve dhe të tabinëve dhe gjitha gjeneratave që erdhën më vonë, ata dolën prej xhamive, sepse roli i xhamisë ishte i njohur në atë periudhë. Edhe sot munden që dalen prej këtyre xhamive që ne sot i kemi, të dalin fëmijë dhe breza të cilët janë të shëndosh në moralin e tyre, në bindjet e tyre, në besimin e tyre. Mirë po xhamia duhet ta luajë rolin e vet, jo vetëm se xhamia e cila është vend për faljen e namazit edhe pastaj për mbylljen e saj, po duhet që të jetë objekt ku në do të mësohet libri i Allahut xhel, do të mësohet suneti i pejgamberit Allahut xhel, në atë vend ku do të rriten brezni, në atë vend ku do të edukohen shpirtra, edhe do të drejtohen se ka të ecin në rrugën e drejtë. Edhe tash, siç e përmenda, ka mundësi që të arrihet ajo, vetëm se xhamia duhet që të arrujë atë rol edhe qëtë në përputhje me Kur'anin dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit Allahut azza xhel. Çdo musliman i cili dëshiron edukat të drejtë, çdo musliman i cili dëshiron që fëmijën e tij ta edukon, çdo musliman i cili dëshiron që të mbjedhë në shpirtin e fëmijës së tij iman dhe dëshiron që Islami të jetë i dashur për zemrën e fëmijës së tij, dëshiron vlera, dëshiron mirësi, dëshiron udhë të drejtë, dëshiron që të ketë dashuri për Allahun dhe për pejgamberin e tij, dëshiron që të ketë dashuri për sahabët, edhe për njerëzit e mirë që njeh historia prej muslimanëve, atëherë leta mëson dhe leta edukon fëmijën e tij në xhami, sepse xhamia pikërisht e luan këtë rol. Xhamia është vend ku edukohet dhe xhamia është vend ku të gëdhendet shpirti i gjunaçarit dhe i mëkatarit dhe i fëmijës i cili padyshim se ai menzi pret që shpirti i tij ta pranojë gjithë atë iman dhe gjithë atë dashuri për pejgamberin e Allahut dhe për Allahun azza wa xhel. Xhamit janë fenerët ku në to, ose xhamit janë fenerët ku nëpërmjet atyre fenerëve përhapet drita e Kur'anit dhe përhapet drita e sunetit pejgamberit Allahut xhel. Nëse duam ne që të shërojmë probleme që i kemi sot në shoqëri, nëse duam që ne ta përmirësojmë gabimet që i kemi në ideologjin ton, në besimin ton, në devijimin që i kemi në moralin ton, atëherë le të kapemi për xhamit dhe le të kapemi për shtëpitë e Allahut azza wa xhel, sepse ilaçi gjendet vetëm se këtu, në shtëpitë e Allahut azza wa xhel. Allahu azza wa xhel tha inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Tha Allahu, xhamit i mirëmbajnë, xhamit i mirëmbajnë, i ngjallin ata që i besojnë Allahut dhe besojnë në ditën e Kiametit, e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt përveç Allahut xhel. Pikrisht ata shpresohen që të qenë fitimtar. E nuk ka udhëzim dhe nuk ka përmirësim dhe nuk ka qetësi dhe nuk ka rahati vetëm në shtëpitë e Allahut azza xhel. Andaj kush i do ato, le të kapet për xhamit. Kush i do ato, le të i dërgon fëmijët e tyre që të edukohen dhe që të mësohen dhe xhamit patjetër duhet që ta luajnë rolin e tyre. Xhamit nuk janë burim e fitness, xhamit nuk janë burim i problemeve siç mundohen disa të japin kahje të tillë, duke pretenduar që shtëpitë e Allahut janë vend ku ata do të thotë marrin bindje të gabuara
ose do të thotë prishin në edukatën e tyre, ose në moralin e tyre. Pikrisht xhamit janë ato vende ku pastrohet njeriu prej gabimeve, pastrohet prej moralit dhe pastrohet po ashtu prej atyre vesave të cilat i ka dhe mundohet vazhdimsi që të rritet në gradat e ubudiyes për me qenë rob i denj i Allahut azza xhel, ashtu si çdo Allahu azza xhel. Elush Allahu që do ban prej tyre. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa mat. Ka tokë ose ka vende të cilat Allahu azza xhel i don. Ka vende dhe toka që pejgamberi Allahut azza xhel i ka dashur, dhe ka toka dhe vende që sahabët i kanë dashur, dhe ka toka dhe vende që dhe besimtarët gjithë i duan ato. Ato vende janë vende të veçanta. Ato vende janë vende të cilat qëndrojnë rrin njerëzit e mirë. Ato vende janë xhepi i Islamit. Ato vende janë vende ku përhapet e mira, ku përhapet çdo vlerë. Ato vende janë vende ku besimtari gjen rahati dhe gjen qetësi. Ato vende janë kur besimtari ka brengë dhe ka gale, vetëm se këmbë e tij kur shkel momentin e parë, i largohet ajo brengë, i largohet ajo mërzi. Ato vende janë vende kur besimtari ka halle, edhe ka siklete, dhe është ngarku me gjunat e tij. Ato vende janë vende të cilat ja qetësojnë shpirtin dhe i japin shpresë. Shpresë e cila do të jetë shpresë që do t'ja ndryshojë shpirtin e tij, do t'ja ndryshojë zemrën e tij dhe do t'i japë mundësi për një jetë të re. Ato vende janë vende ku lexohet libri i Allahut. Ato janë vende ku lexohet suneti dhe ku mësohet suneti i pejgamberit të Allahut azza xhel. Ato janë vende me të vërtetë janë vende më të dashura tek Allahu azza xhel. Ato vende janë xhamit. Pejgamberi Allahut azza xhel tha që vendet më të dashura ose tokat më të dashura janë xhamit, kurse vendet ose tokat më të urryera janë tregjet. Jo që tregjet nuk lejohen, jo që biznesi nuk lejohet, po janë vende ku harrohet Allahu azza xhel. Kurse në xhami kujtohet Allahu azza xhel. Në xhami adhurohet Allahu azza xhel. Në xhami i bindesh edhe i nështrohesh Allahu azza xhel. Kurse në tregje njeriu harron gaflet, ish kujdesur, biznese, dunjë, tregti, përfitime, harrohet Allahu azza xhel. Prandaj janë më të urryera tek Allahu azza xhel, jo që nuk lejon dhe jo që nuk lejohet biznesi në to. Projekti i parë siç e përmendë edhe më herët, i pejgamberit të Allahut azza xhel ishte pikërisht xhamia për ta ndërtuar shtetin e tij. Xhamia ishte për të ndërtuar shtetin e tij. Pse ishte pikërisht kjo? Çfarë mesazhi dëshironte që na përçojë neve pejgamberi sa? Pejgamberi sa nëpërmjet këtij mesazhi donte ose dëshironte që neve ta përcjell një mesazh që xhamit janë kongreset e muslimanëve, që xhamit janë vendet ku muslimanët i grumbullojnë fuqitë e tyre. Do thotë boshi i fuqisë është xhamia. Në atë vend tu bon musliman, blidhen musliman, në atë vend janë gjithë bashkë, i pasur dhe i varfër. Është ai i cili është gjunaqar, i dalluar, i veçuar me gjunat e tyre, dhe po është ai i cili dallohet me devotshmërinë e tij. Në xhami vin gjithë, vjen edhe patroni, edhe drejtori, po vjen edhe punëtori i tij. Gjithë janë barabartë në një saf dhe qëndrojnë para Zotit, para Allahut azza xhel. Në xhami ose xhamit janë ato vende ku njeriu ushqen shpirtin e tij me Kur'an, e ushqen shpirtin e tij me dhikr, e ushqen shpirtin e tij me përmendjen e Allahut, e ushqen shpirtin e tij duke mësuar fenë e Allahut dhe sunetin e pejgamberit të Allahut azza xhel. E kjo është pikërisht ai mesazhi që neve na e përçoi pejgamberi sa sem. Pejgamberi Allahu xhel kur e ngriti xhamin e tij, kur e ngriti xhamin e tij, ngritja se xhamia ishte që çet kopsh prej koshteve të xhenetit. Ku hoxha se xhamia ishte pejgamberi Allahu xhel. Ku nxënësit e tij ishin Ebu Bekri, ishte Uthmani, ishte Omeri, ishte Aliu, kurse mësime që i mbante pejgamberi Allahu xhel ishin shpadja ynore që i zbriste atij. Pejgamberi Allahu xhel atë xhami e bëri vetëm se si mosër, si shenjë, si shembull që qet për gjithë neve se çfarë roli duhet që të ketë xhamia në përditshmërinë tonë. Kjo është ajo që e kuptuan mirë hipokritët dhe të devijuar dhe ata që janë të ngjashëm me ta, të cilët në çdo lloj mënyre dhe forme dëshirojnë që xhamistë ja zbresin pozitën dhe e sulmojnë në shkrimet e tyre, e sulmojnë në fjalimet e tyre, e sulmojnë me gjuhët e tyre dhe me mundësi gjitha që i kanë madje edhe me duart edhe me armat e tyre. Sepse ata e dinë shumë mirë se xhamia çfarë roli luan sot. Fatkeqësisht muslimanët e kanë harruar këtë rol. Mirë po, ata e dinë shumë mirë se çfarë roli ka xhamia. Prandaj frika më e madhe për ta është pikërisht xhamia. Frika më e madhe për ta është që mos përhapet Islami prej xhamive. Frika më e madhe e tyre është prej xhamive mos dalin njëjtët burrat që kanë dalë edhe më herët, sepse xhamia ka mundësi me prodhu burra të tillë. Xhamia ka mundësi me prodhu burra të mëdhenj që i kanë njohur historia dhe kanë qenë të hajrit gjatë historisë edhe i kanë ndihmuar njerëzimit për gjatë historisë. Andaj e jona mbetet që ne ta kuptojmë mirë rolin e xhamisë, që fëmijët e tonë,
dhe bijtë tonë mos bëhen gjahilet për ata që tentojnë dhe mundohen që t'i devijojnë. Vajzat e tona të i zhveshin, që ta knaqin epshin e tyre duke i pa pamjet dhe duke i pa trupat e tyre, kurse fëmijët edhe bijtë tonë të u japin gjëra të cilat do t'ja shkatrojnë jetën atyre, prej drogës, alkoolit, edhe vjedhjeve dhe kështu me radhë, gjitha ato gjëra të cilat e dëmtojnë këtë shoqëri edhe e lëndojnë këtë ummet. E andaj, e jona mbetet që me ndërtimin e xhamive, mos kujdesemi vetëm se muret e saj të jenë sa më të bukura dhe sa më të mira. Mos mundohemi që vazhdimsi që ato xhami t'i ndërtojmë vetëm se si pamje me imazhe të bukura, po që në xhami të cilat do të ketë të iman, do të ketë të dije, do të ketë të vlera, do të ketë mirësi, edhe do të ketë bereqet, me qëllim që në të edukohen, edhe të mësohen brezit të cilët do të vinë, sepse garanca e vetme për ta përqendru dikan në fenë e Allahut xhel dhe për ta mbajtur në edukatën e drejtë janë pikërisht xhami, sepse roli i saj është i tillë, rol i madh, detyrë e madhe, përgjegjësi e madhe, po lutem Allahun xhel që drejton neve dhe gjithë ata të cilët mundohen që xhamit, shtëpitë e Allahut xhel të i drejtojnë në rrugën e drejtë dhe mundohen në vazhdimsi që ndërtojnë xhami të cilët do të qenë minare e dijes dhe minare ku do të përhapet dija dhe pashtu suneti i pejgamberit Allahu xhel. E lut Allahu që ato xhamit janë xhamit bereqeshme dhe lut Allahu që ta mësoj që sa më tepër që të kontribojmë, sepse kontributi për xhami padyshim se është kontribut i madh. Zatën e keni dëgjuar edhe vet që problemi më i madh që e kanë ata që nuk e duan Islamin dhe nuk e duan muslimanët e kanë pikërisht xhamit. Dhe ankesa e tyre më e shpeshtë është se pse po ndërtohen xhami e nuk po ndërtohen shkolla, e nuk po ndërtohen qerdhe. Ne e dimi gjithë që xhamia i luan gjitha ato role dhe xhamia nuk mirëmbahet për shteteve të cilat janë shtetet tonë që janë shtete laike, po objektet fetare i mbajnë vet ata besimtarë të cilët dëshirojnë që të kontribojnë dhe e dinë rolin e xhamisë. Andaj fjalët e tyre nuk janë diçka tjetër, vetëse urrëtie që e kanë në zemrat e tyre dhe nuk duan që të shohin xhami. E ne me lenin Allah nuk do ndalim duke ndërtuar xhamit, sepse ne kemi bindje qera dhe kemi misione qera dhe po ashtu kemi synime qera që duam nëpërmjet atyre të i ruajmë fëmijët e tanë, të i ruajmë breznit që qenë breznit të shëndosha, të cilët më vonë shpresojmë që qenë hajër për këtë shoqëri, sepse e vetmja gjë që mundi të shpëton janë xhamit. Ne shohim gjithsesi shkollat çfarë roli luajnë tash dhe sa dëmet i kemi në to dhe sa devimet e mëdha i kemi në to. Andaj roli i universiteteve dhe shkollave që ka qenë marrë sot nuk ekziston, por roli i xhamisë duhet që të mbetet i njëjtë që ka qenë përgjatë historisë, edukimi, mësimi, edhe po ashtu përçimi i vlerave, edhe mbledhja e vlerave. Lutem Allah që na bën prej tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.